Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, të nderuar qytetarë të Kosovës. Nesër, besimtarët musliman nisin agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Ndaj kam nderin, kënaqësinë e privilegjin që në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës dhe në emrin tim personal, t'ju drejtohem me përgëzimet më të mira, duke ju dëshiruar agjerim të lehtë e të pranuar tek Zoti ynë. Agjërimi i muajit të Ramazanit është një ibadet që bart në vete urtësinë, devotshmërinë, sinqeritetin, dashurinë, sakrificën, unitetin, tolerancën e mirëkuptimin. Besimtari përmes agjerimit më së miri me vepër e vullnet të plot, shpreh për kushtimin e tij ndaj Krijuesit, nga se ky ibadet bëhet vetëm për te, me bindje që Krijuesi do të shpërblej në botën tjetër. Allahu Gjellëshanuhu thot: Muaji i Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dallues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjeroj. Bekare 185. Muaji i agjerimit ka për qëllim bindshmërinë ndaj Krijuesit, fisnikrimin e shoqërisë, nga se gjatë këtij muaji besimtari shton adhurimet, është më i kujdesshëm, bëhet më human, më i dashur e më paqësor. Muaji i Ramazanit është muaji i rahmetit e bereqetit, është muaji i shpalljes së Kur'anit, është muaji i fitores mbi të keqen, është muaji në të cilin është nata e madhe e Kadrit, është muaji që na ofron të gjithëve në të njëjtën kohë rreth sofrës së iftarit të syfyrit, na të bën rreth nimetin e bereqetit të Allahut, na ofron të skamnorët, jetimet, na ofron me të gjithë nevojtarët. Ramazani është muaji që kultivon paqen, mirëqenien, dashurinë e respektin. Ramazani është muaji i pendimit e reflektimit, pari me këto për të cilat bota e njerëzimit sot ka nevojë më shumë se kurrë. Jemi dëshmitar që në shumë vende nëpër botë kemi kriza, lufte e konflikte, ku me mijëra njerëz, kryesisht gra, fëmijë pleq, të pafajshëm, bien viktima të luftës, e me mijëra të tjerë janë të rrezikuar që të përjetojnë të njëjtin fat. Ne në këtë muaj të madh, në këtë muaj të mëshirës, në këtë muaj të solidaritetit, lutemi që sa më parë të marrin fund luftrat e konfliktet, që njerëzit të jetojnë në paqe e harmoni. Lutemi për popullin e Sirisë, që sa më parë të bashkohet popujve e shoqërive të lira. Të nderuar qytetarë, Ramazani i si vjen, për ne ka një rëndësi të veçantë, nga se siç dihet, ne jemi në vitin jubilar të pavarësisë së shqiptarëve. Ndaj në këtë muaj të mëshirës, apeloj te të gjithë faktorët relevant që në këtë përvjetor të jemi mirënjohës ndaj Zotit, të njohim kontributin dhe flimin e brezave që sakrifikuan për pavarësinë vetësi, të angazhohemi që që idealet të parëve tanë të jetësohen, pra të ndërtojmë një shoqëri me integritet e bashkuar, unike, e zhvilluar, paqësore dhe e lirë. Vëllezër e motra, më lejoni që edhe një herë me rastin e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, t'ju shpreh urimet dhe përgëzimet e mia më të mira të gjithë besimtarëve të besimit islam kudo që gjenden, duke lutur të madhin Zot që të na pranoj agjerimin, veprat tona të mira, namazin, sadakan dhe ibadetin ton. Edhe një herë urime muaj shejt i bekuar i Ramazanit.